Së është quar ka shumë fjorë rreth ekspozitës të Shkelzen Ngashit dhe kush është Shkelzen Ngashi? Është bon një zhurmë kaq e madhe për shkakun se Shkelzen Ngashi, i cili njihet me teoritë e tij, me prononcimet e tij si në mbështetës i madh i vijës ideologjike të Serbisë në Kosovë, domethënë është përfaqësuesi më dinjitoz i vijës serbe në Kosovë, është Shkelzen Ngashi është partizani më i madh kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kundër krejt vlerave të luftës, dhe ky me sponsorizimin jo të paqëllim nga ana e Albin Kurtit, e ka hap një ekspozit për krimet e luftës në Kosovë. Edhe në këtë ekspozit ka paraqit 1 milion falsifikime, 1 milion rana, 1 milion të pavërteta, e që realisht në lëkurën e Shkelzen Ngashit më shifet Albin Kurti edhe njerëzit ma pro-serb e ma pro-jugoslav. Dhe prandaj ka pos reagime të jashtëzakonshme, reagime tepër të ashpra, nga personalitetet ndryshme, nga individ të ndryshëm, sepse ka falsifiku luftën e Prekazit, për shembull, luftën e shajt familjes Jashari, ka falsifiku masakren e Dubravës dhe ka bon plot falsifikime tjera. Prandaj edhe ka pos reagime kaq të ashpra, gjë që nuk është çudi. Këtë Shkelzen Ngashin e kanë mbështet në pjesë e madhe për inate politike, për inate të kalumes, e kanë mbështet realisht në pjesë e madhe e komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tash, do më thonë, po e hanë atë që e kanë meritu. Kjo krejt ju ka ra bumerang i këtyne njerëzve që dikur, për shembull, për inate të X-it të Y-it, i dhoshin mbështetje Shkelzen Ngashit, i cili ka qenë edhe këshilltar i Albin Kurtit. Edhe për turpin më të madh, edhe kolegët e mi që marrë u koft 1 milion herë, e thirrin këtë njeri në për studio televizive për me hongër mund me bo gjoja analiza politike edhe kombëtare. Ka posur reagime të gazetarëve, për shembull Arsim Lani, Fidan Jupolli, Besnik Krasniqi, deri te kryetari i komunës për Barim Roma. Po, Arsim Lani ka reagu me shumë të drejtë ndaj Shkelzen Ngashit edhe Fidan Jupolli, po që ka është shumë interesante shefte një antar të kryesisë televizjes vetë vendosje në Prizren, që e fynë në mënyrën më të poshtër e Fidan Jupollit. Ndërsa Arsim Lani e ka dokumentu përmes një video se çfarë ka deklaru Shkelzen Ngashi për para 6 viteve, lidhur me atë që Shkelzen Ngashi ka qenë miku edhe mbështetësi më i madh i Dik Martit. Imagjinoti Dik Marti ka bon rezolutën mbi bazën e kësaj rezolute është themelu e është kriju gjykata speciale në Hagë. Dik Marti ka dalë dhe ka thonë që ka ekzistu shtëpia e verdhë në Burrel, në Republikën e Shqipërisë, edhe në atë shtëpinë e verdhë pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës jam kanë nxjerrë zemrat, jam kanë nxjerrë veshk, organet e trupit, civilëve serb, ushtarëve serb, edhe pastaj i kanë shit në për spitalet e ndryshme perëndimore. Dhe këtë teori e ka mbështet Shkelzen Ngashi. Shkelzen Ngashi ka thonë që ushtria çlirimtare e Kosovës ka kry krime. E çfarë krimesh ka mujt me kry UÇK-ja, po të marrë një shembull. E ki rastin kur në Drenic janë 100% shqiptarë. Edhe gjatë luftës, i vetmi vend që nuk u djeg, është kisha e Deviqit. Asnjë njeri në kishën e Deviqit, në kishën ortodokse të Deviqit, nuk po tham kishën ortodokse serbe,
sepse krejt kishat ortodokse në Kosovë janë kisha shqiptare. I kanë bo architekt shqiptar, i kanë bo shqiptar. Po pastaj për shkak të lopëris, për shkak të budallakis, të hajvanllokut shqiptarve, këto vlera monumentale, kulturore, shpirtnore, javë kanë folë serbëve. Se ndollë për arsye fetare kanë thonë, jo, këto kisha janë serbëve. Realisht kisha Deviqit, kisha Deçanit, krejt kishat në Kosovë janë kisha ortodokse shqiptare që na i kanë morë serbë, sikur që na kanë morë për shembull në UNESCO serbë, si vlerë tyne kulturore kanë morë lahuten, e kanë bërë lahuten si pronë të vetën. E kjo është arsyeja pse Arsim Loni ka reagu edhe ka nxjerrë me fakte kush është Shkelzen Gashi. Pastaj kolegu im, Fidan Jupolli, po ashtu ka reagu kundër këtij personi edhe kundër ekspozitës, e quhet një antari kryesisë atje të lëvizjes vetë vendosje edhe e fyn në mënyrën më të poshtër e Fidan Jupollin. Ka reagu dhe kryetari i Prishtinës përparim Rama. Përparim Rama ka dolur me një deklarat që sunte me njëherë do të pezullohet leja e ekspozitës. Une jam befasu për të mirë nga reagimi kaq i mirë, kaq denjitoz, kaq burnor i përparim Ramës, sepse një ekspozit e sponsorizuar jo nga Vučići, por nga politikat e Vučićit në Prishtinë, që i përfaqëson Albin Kurti, ka dalë dhe ka thonë që ne do e morrim lejen e ekspozitës. Pse po tham nga përfaqësuesi politikës të Vučićit në Kosovë Albin Kurti? Sepse Albin Kurti e ka sponsorizuar një gjë të tillë një. Albin Kurti ka qenë kundër bombardimeve të NATO-s 2. Albin Kurti ka qenë kundër konferencës Trambujës 3. Albin Kurti ka rajt edhe ka thonë që s'ka negociata me Serbinë, s'ka dialog me Serbinë, edhe ka bo dialog që 5 vjet. Albin Kurti ka thonë na nuk ulemi në tavulinë me Vučićin për pa na i kthy të pagjeturit. Edhe Albin Kurti u ul me Vučićin edhe ka bon dialog me Serbinë për pa na i kthy familjar tonë të zhdukur edhe 1670 kufoma të shqiptarve, na nuk i dim se ku janë. Prandaj, apo e sheh ky popull nuk sheh, a di pse nuk sheh? Sepse ky popull s'ka qenë kur për liritë Kosovës. Ky popull kur se ka dosht lirin, as pavarësi. Lirin që ti populli ja ka mpru 3% shqiptarve. E tash, 3% i shqiptarve është tabel qitse e Shkelzen Gashit, tabel qitse e Albin Kurtit, tabel qitse e krejt zorës trash të mundësihonës Sërbisë në Kosovë, është pikrisht që kjo pjesë që e mbështet Albin Kurtin, sepse ky njeri me pos vetëm pak gjak, rruza gjakut shqiptarve, nuk e kish mbështet qiftin e Shkelzen Gashit, cilin e ka pos edhe këshilltar numër 1 dikur, po tani ky ka dhënë dorëheqje. Ka reaguar edhe ish deputeti i lëvizjes vetëvendosje, Enver Dugolli, po gradualisht edhe ka heshtur. Ka hesht Aldin Hoti. Aldin Hoti ka hesht, do me thonë djalli u Kshin Hotit në këtë pjesë. Shiko, Enver Dugolli ka të reagon, sepse krejt karrierën e tij politike, Enver Dugollit ja ka ngrit Hashim Thaçi, edhe Partia Demokratike e Kosovës. Dikur Enver Dugollin e kanë emru edhe atashe ushtarak në ambasadën e Kosovës në Tiranë. Si u kthy Enver Dugolli në Kosovë, përpos që ka punu një kompani që s'po du me ja thonë emnin si menaxher i një kompanie për sigurimin e objekteve qeveritare, private e tjera, se është kthy në Kosovë kë, edhe në momentin që Partia Demokratike
nuk e ka kandidu Enver Dugullin për kryetar të Drenasit, ky u kthy kundër Hashim Thaçit edhe kundër Partisë Demokratike të Kosovës. Me pos ftyrë Enver Dugulli, po s'ka ftyrë, se u bon legend i Albin Kurtit, u bon legend i lëvizjes vetë vendosje, mbi cilin i fshin qyrrat Albin Kurti, me pos kë ftyrë moral kë kishdo dorëheqje, e s'kish dole me hongër mot në emnin e vetë vendosjes. Po kë del han mot, se mot ka me bollak në këtë vend, edhe del paraqitet si patriot, e kalumja e Enver Dugullit është jashtëzakonisht e ndritur. Enver Dugulli ka qenë njeri të cilin unë e kam organizu në grupet ilegale të Kosovës. Me vllahun e Enver Dugullit, me Naser Dugullin, kam qenë shok klase. Dhe Enver Dugulli është ndër prisit kryesor demonstratat vitit 1981. Por, pse devijon kaq shumë njeriu për poste politike, për interesa materiale, pse lejon Enver Dugulli më bon legend i Albin Kurtit e i vetë vendosjes, unë kur njëtë s'kisha besu një gjatë tillë. Prandaj reagimi tillë i këtina është totalisht i pavlerë, se ky është njeri nga viktimat e masakrës Dubravës. A dini ju që ka thot more Shkelzen Gashi për masakrën e Dubravës? Thot që ka pos shqiptar të armatosur, 70 shqiptari në këtë armatosur në masakrë. Po qysh mundet njeriu me pos armë në burgun e Dubravës? U ka Enver Dugulli, ju në ka Najt Hasani, plot personalitete publike kanë qenë pjesë e masakrës ndër më të mëdhaja që ka kryer Serbia. Nga burgu i Dubravës është nxjerrë edhe i madhi Ukshin Hoti, edhe mos i u liru nga burgu Avra. E tash djali i tij, Andin Hoti, që është buka dhe kulaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, sot del e hesht. A dini ju kush e ka kriju e kush e ka bon person publik Andin Hotin, djalin e Ukshin Hotit, Hashim Thaçi, edhe Partia Demokratike të Kosovës. A din ti pse unë jam prish me Kadri Veselin edhe me Hashim Thaçin? Sepse ju thësha, jeni tuj maru tulla prej mutit. Tulla bëhet prej dhevë, po jo prej mutit. Këta dilshin e krijojshin figura publike e politike pa kur farë merite. Qa ka rëndësi në qoftë se vajza ime, vetëm psa qika më lajmë zekës, me boti minister, ose me boti një person me një rëndësi publike, në qoftë se nuk ka merita tjera. E heshtja ti është tepër e turpshme. Kush qëndron mbrapa sponsorizimit të Shkelzen Gashit? Para se me u përgjigj me emra se kush qëndron mbrapa ti, është konflikt interesi edhe realisht është për një hetim nga ona e prokurorisë speciale, se si ka mundësi që një ish këshilltar i Albin Kurtit, edhe pse ka dhënë dorëheqje, ky këshilltar sponsorizohet drejt për drejt nga kabineti i Albin Kurtit për këtë ekspozit. Por, Shkelzen Gashin, në bazë të lumtimeve të mia, e sponsorizojnë për fatin e keq, tamin, një ish shokimi dikur i burgosur politik në vitet 80-ta, i cili e ka sponsorizu, e ka ndihmu edhe e ndihmon financiarisht, dhe ky sponsor është nga Peja, zvoshku me vllahun e tij, i cili është poshtu nga Peja, i cili ka qenë shef i shërbimit sekret, ose shërbimit informativ dikur të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e pastaj njeri shumë i afërt me Bujar Bukushin. Këta dy persona jetojnë në Gjermani, dhe këta janë sponsorizues kryesor. Ky personi, i cili është shefi i shërbimit sekret LDK-s dhe pastaj të Bujar Bukushit, ky njeri ka lidhje drejt për drejta me Fajk Imeri. Fajk Imeri
është shok i klasës me Hashim Thoqin. Fajki Meri vjen nga Broja, do më thonë, dhe ky njeri minimalisht i ka qu në orë një 40 dëshmitar cilët i ka trajnu se qka me full. Dhe Fajki Meri në bazë të dëshmive, në bazë dokumenta, në bazë të shumë incizimeve që ekzistojnë, ka qenë njeri i cili takohet dhe është taku në të kaluarën me njerin nga shefat kryesor të shërbimit sekret bie serbe Bojan Dimiq, edhe Filiqit në Beograd. Fajki Meri shkon atje, merr instruksione dhe Fajki Meri kontakton rregullisht dhe është shok i ngushtë me këtë personin në Gjermani, i cili e sponsorizon Shkelzen Gashin. Apo e shef që krejt rrugët e rrugicat të lidhen në autostradën e Beogradit edhe të Rusisë. Prandaj kjo është Shkelzen Gashi për fatin e keq të këtij veni që në çdo pore të shtetit Kosovës, në çdo pore, edhe në të kalumen, po jo në përmosat e Albin Kurtit, i ki njerëzit të cilët janë përfaqësues të familjeve që kanë kontribu shumë për Serbi, shumë për Jugosllavi, dhe sot ata i ke në për institucionet shtetit, në prokurori, në gjykata e mbi gjitha në për media. Gjatë kësaj jave është përfolur në për media që janë sponsorizuar nga Serbia, gazetarë dhe politikanë. A është Shkelzen Gashi një rast i pastër i sponsorizimit a një emra të tjerë? Unë veç e thash që në bazë tyre lidhjeve që Shkelzen Gashi posedon, e për cilat unë kam fakte 100% të sakta, fakte qojnë që Shkelzen Gashi është i sponsorizuar drejt për drejt nga Serbia. Edhe ky skandali që nxorri njëri prej gazetarëve të Jeta Gjarrës, si gjoja në Kosovë vinë pare me çanta për gazetar, realisht ata e bani me instruksione të Albin Kurtit, edhe qeverisë të Albin Kurtit. Pse po e tham këte? Për arsye se dikur para shumë viteve, Samil Ushtaku, një personalitet i luftës, i paqes, i politikës, kryetari aktual i Skënderajt, e ka akuzu drejt për drejt Jeta Gjarrën si spiune të Serbisë. Çka ndodhi ma vonë? Jeta Gjarra e paditi pranë gjykatës të Kosovës, realisht e paditi pranë gjykatës të Euleksit Samil Ushtaku. Fakti që Samil Ushtaku u shpalli pa fajshëm, do të thot që Jeta Gjarra ka qenë spiune Serbisë. Do të thot që Samil Ushtaku ka pos drejt, tash del Jeta Gjarra, njeriu 100% e Albin Kurtit, përmes gazetarit ti dhe ja akuzon gazetarit e Kosovës e thot që ka pare me çanta, bartën pare me çanta për gazetarit Kosovës. Le del dhe le të kallëzon me emra mbi emra se cilët gazetari janë këta. Ata aludojnë te Fatmir Shehulli, te gazetari Fatmir Shehulli. Po le të thojnë për te Fatmir Shehullit se kush janë këta gazetarë që kanë morë pare me çanta. Pse është arrestu Fatmir Shehulli, do del e vërteta në shesh që qëllimet e Albin Kurtit edhe të njerëzve të caktuar për brenda AKI-s kanë qenë për me e damtu Hashim Thoqin Hagu. Për arsye se këta e din fare mirë që Fatmir Shehulli dikur e kanë nxjerrë vetë dokumentin, ka punu për shërbimin informativ të Kosovës, edhe të Kadri Veselit,
por Fatmir Shaulli ka punu edhe për AKI-n, Shërbimin Informativ Kombëtar të Kosovës, nëse del Albin Kurti, e njerëzit e Albin Kurtit, edhe thojnë me dokumenta që Fatmir Shaulli ka morë 600.000 euro nga AKI-ja e Kosovës, atëre, a na kallzoni vëlla neve për kanë ka punu Fatmir Shaulli, a ka punu për Shërbimin Sekret Kosovës, atë Serbisë. Krejt këto budallaki balkanike, krejt këto marrina, krejt këto fleqësi, i shiten një qytetari që ka nivelin politik, kulturor, intelektual e njerëzor barazi me një lopë. Sepse nuk mund është të mja shit këto gjona njerëzve civilizum, njerëzve cilë din me mendu për veten e vetë. Prandaj, une po tham edhe njëherë që nuk ka ndodhë në historinë e njerëzimit aq sa unë e kum lexu, që një shpion i përmosave të Fatmir Shahullit, mosi këta kanë paraqit këte si gogol, që arrestohet në hol të hotelit, Hotel Prishtinës, dhe i cili nuk po arrestoj ka një shpion në ora 4-5 mëngjesit në pijame, apo kupton, kur ashtë ty flajt. Dhe unë nuk kam një që një njeri mrena teritorit Gjermanis, ose të Amerikës, ose të Suedis, në shpion arrestohet duke e involvu Shërbimin Sekret, për shembull CIA amerikane. Shpionat në Amerikë arrestohen nga FBI. CIA amerikane arreston shpiona jashtë teritorit Amerikës. Qose AKI-ja ka me arrestu dekan, e arreston jashtë teritorit të Republikës Kosovës. Qa ka pos AKI-ja mu përzin këtë punë? Unë e këte kur sot e kësoj dite nuk e kam kuptu. Por shumë shpejt do të hudhet për para gjyqit Fatmir Shahulli edhe do të tregoj për lidhjet e tina me shumë njerëz. Në fund të fundit, dihet një diçka shumë e vërtet, që është propaganda e Beogradit për me njollos, me gazetar, me politikan, me çdo gjë. Në qoftë se dikush nga ekipa e Jeta Gjarrës ka dokumente, ka fakte, ka incizime, për cilin do gazetar, politikan, deputet në Kosovë, që ka morë pare me çanta nga Beogradi, duhet me dalë me thonë me emën e mbiemër, po ju me na njollos neve. Sepse në fundit, mos harro diçka, birni i Jeta Gjarrës, po e thamë për herë të parë, birni i Jeta Gjarrës, qendrën e konë Beograd. Birni i Jeta Gjarrës në Tiranë e ka kriju historinë e shtëpisë Dverë. Me paspos në qëtë vend, prokuror, me paspos në qëtë vend njerëz drejtësis, politikan, që frymojnë shqiptarisht, e që a dojnë të mirën t'i vene, ishin morë me hetimet, kush janë ata gazetarë të birnit, që e kryun historinë e shtëpisë Dverë në Burrell, edhe cilët kanë lyp azil dhe kanë morë azil politik në Kanada. Këta janë, do me thonë, zorra e trosh e Beogradit, që qka nuk prodhojnë, pse? Sepse krejt e kalumi atyne është e lidhur me Serbi. Edhe këta, po thamë edhe njëherë, këta e në shumica, ne jemi pakica. Ne që kena luftu për lirin e Kosovës, jemi pakic. Ne që jemi konë të burgosur politik, jemi pakic. Ne që jemi konë të prëndjekur politik, jemi pakic. Ne që jemi konë luft, jemi pakic. Shumicën, kush e dominon këtu? E dominojnë krejt që ta faqezit, ynyra ma e poshtër e shqiptaris, njerëzit ma të poshtër të shqiptaris, njerëzit që na edhe mrena, edhe jashtë, kër e kena bo një autobus, se ti e qike re, një autobus, me dollë demonstrat një vend përëndimor për një u kombinga. E din ti sa luftari jena kona në që kë? 16.000.
So milion shqiptar hojna mot na thëmë jena, so milion shqiptar, 6 milion shqiptar. E që shko mundësi prej 6 milion shqiptarve me konë luft vetëm 16.000? A din ti se e qikere, a din ti qera Musharadini duga gjen u me të fikolli vetën veç me 14 ushtarë? Ramushi nuk del tash me kallzu se i vjen morre. Po e vërteta është që kjo, me 14 ushtarë u me, le dolin le të kallzojnë, kush ka dezertu prej Dugaxhinit, kush ka ik prej Dugaxhinit, kush i ka dorëzu armët në Dugaxhin. E në Dugaxhin, për me ndihmu Ramush Haradinin, ka shku i modhi Bedri Shala, me 180 luftarë Drenicës me i dalë ndihmë. Kjo është e vërteta historike, që shumë njerëz e ju dham, po unë kur flas, a di për kam flas, veç për 4 qikat e mia edhe për familjen time. Sepse, kur të shkojmë në atë botë, në botën tjetër, njerëzit e vorri kanë me na thonë veç 2 llafe, ose u ka burri mirë, ose ka lyp pedin t'i qka.